Meditim për kohën e Krishmës. E enjtja e 4 e Krishmës, fjala e Zotit, ushqim dhe busull për shpirtin. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju përshëndes sërish unora në këtë enjtë të 4 të Krishmës. Kemi medituar deri më tani mbi rëndësinë e ecjes në dritën e Krishtit, mbi të qenurit dëshmitar të tij dhe mbi lutjen e vazhdueshme. Sot, dëshiroj që të thellohemi në një tjetër shtyllë thelbësore të jetës shpirtërore, veçanërisht gjatë Krishmës, pra në fjalën e Zotit, si ushqim për shpirtin ton, por edhe si një busull që na orienton në rrugtimin e jetës. Për sot le të dëgjojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 4, vargu 4, ku Jezusi na tregon rëndësinë e fjalës së Zotit. Por Jezusi iu përgjigj, Shkrimi i Shenjtë thotë: njeriu nuk jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e hyjit. Të dashur dëgjues, këto fjalë të Jezusit, të shqiptuara gjatë undimit në Shkretëtir, janë një kujtesë e fuqishme se ne kemi nevojë për më shumë se sa vetëm për ushqim fizik për t'jetuar. Ashtu si trupi fizik ka nevojë për bukë, po ashtu edhe shpirti ynë ka nevojë për ushqim shpirtëror, dhe ky ushqim është fjala e Zotit. Krishma është një kohë e veçantë për ta ripërtrirë marrëdhënien tonë me shkrimet e shenjta. Le ta pyesim pak veten. Sa shpesh e hapim Biblen? Sa kohë i kushtojmë leximit dhe meditimit të fjalës së Zotit? Krishma pra na fton që të bëjmë një përpjekje të vetëdijshme për ta ushqyer shpirtin ton me këtë bukë qiellore. Fjala e Zotit nuk është thjesht një libër i vjetër i historisë. Ajo është e gjallë dhe vepruese. Më e mprejtë se çdo shpatë me 2 tehe, lexojmë tek letra drejtuar Hebrejve 4:12. Ajo ka fuqinë që t'i shndrrojë zemrat tona, që t'i ndriçojë mendjet tona, që t'na udhëheqë në vendimet tona, si dhe që t'na jap forcë për të përballuar sfidat e jetës. Shikojeni fjalën e Zotit si një busull. Në një botë plot zhurmë dhe konfuzion, ku kaq shumë zëra që kërkojnë vëmendjen tonë, fjala e Zotit na jep drejtimin e duhur. Ajo na tregon rrugën drejt Zotit, na zbulon vullnetin e tij, si dhe na mëson se si të jetojmë në jetë që i pëlqen atij. E si mund ta integrojmë fjalën e Zotit më thellë në jetën tonë gjatë Krishmës? Në 1, leximi i përditshëm i Shkrimit të Shenjtë. Edhe vetëm disa vargje në ditë mund të bëjnë një ndryshim të madh. Mund të filloni me Ungjillin e ditës, ose me një libër të caktuar të Biblës. Në 2, meditimi. Lexoni një pjesë, pastaj meditojeni, lutuni me të, dhe më pas shijoni praninë e Zotit. Dhe në 3, pjesëmarrja në meshën e shenjtë. Atje fjala e Zotit shpallet dhe zbërthehet për ne. Duke e ushqyer veten me fjalën e Zotit, ne e forcojmë besimin ton, rritemi në njohurinë e Zotit dhe bëhemi më të përkaditur për t'ju përgjigjur thirrjes së tij. Ajo na jep qartësi, paqe dhe shpresë, duke na ndihmuar që të ecim me siguri drejt ringjalljes. Të
të lutemi së bashku. O Zot, Ti që flet me ne përmes fjalës tënde, na I hap zemrat dhe mendjet tona për të pranuar mësimet e Tua. Bëj që fjala jote të jetë dritë për hapat tanë, si dhe një busull për shpirtin ton. Na jep dëshirën për ta ushqyer veten me të përdit, me qëllim që të mund të rritemi në dashurinë dhe në njohurinë tënde. Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të enjtë ju ftoj që të bëni një angazhim të vogël për ta lexuar fjalën e Zotit çdo ditë gjatë krishmës. Mund të jetë vetëm 5 minuta, por bëjeni me përkushtim. Lëreni fjalën e Zotit që t'i flasë zemrës suaj. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju mirpresim sërish nesër për meditimin e radhës. Hiri I Zotit qoftë me ju.